Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur ëmbëlsirë të shëndetshme, pa sheqer dhe pa miell. Ju ftoj të qëndroni me mua dhe ta përgatisni në shtëpinë tuaj pasi jam e bindur që do bëhet e preferuara juaj. Në një enë të vogël ose tavë ose enë, unë e kam përzierë direkt tek tava, kam shtuar një vezë, 200 gram kos, nëse është kos i trash, akoma edhe më mirë, pra kështu bëhet më e mirë. Do shtojmë 2 lugë gjelle, një seshte. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Masën e përziejmë shumë mirë dhe pasi e kemi përzier, do shtojmë një vanilje dhe 100 gram mjedra. Unë kam përdorur mjedra, por mund të zgjidhni çfarë do lloj fruti që ju preferoni. Mund ta zëvendësoni me moll, me boronica, me dardha, me çfarë do lloj fruti që ju preferoni dhe me banane. Unë e kam provuar me të gjithë, janë ëmbëlsirat e mia të preferuara që i përdor gjithmonë, i përgatis gjithmonë kur pi kafen e pasdites. Dhe e kam provuar me çfarë do lloj fruti që më gjendet në shtëpi apo preferoj dhe bëhet vërtet shumë e mirë. Vendosim edhe disa mjedra në sipërfaqe dhe do ta pjekim në 200 gradë në furrë të parangrohur për rreth 20 minuta. Pjekja varet nga furra që ju keni. Tava e parë që unë përgatita mu thye në momentin që unë po e provoja me një stika dente nëse ishte bër apo jo. Dhe unë e përgatita përsëri pasi isha shumë e vendosur që e doja patjetër dhe ajo që më erdhi keq ishte tava dhe veza e fshatit pasi ishte e fundit nga vezët që më ka sjell mami dhe duket ndryshimi pasi në masa e parë është shumë e verdhë dhe masa e dytë është e bardhë. Pas pjekjes e shoqëroj me arra dhe mjalt sipas dëshirës. Kjo është një ëmbëlsirë që shijon në çdo kafshat. Ju sugjeroj vërtet ta provoni pasi është e shëndetshme dhe mund ta konsumoni pa frikë. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypje në koment. Faleminderit.